Fshati Strimnic në komunë të Zhelinës është përmbytur nga uji, pasi që u rrit niveli i ujit në lumin Vardar, që kalon në mes të këtij fshati. Përveç që janë përballë me vërshime, një pjesë e fshatit ka mbetur edhe pa energji elektrike. Banori i fshatit Strimnic, Bujamin Rustemi, thotë se kjo është e katërta herë që uji ka vërshuar shtëpitë e tyre. Ai u bën thirrje institucioneve që të vinë të marrin masa konkrete, gjithsesi ta pastrojnë shtratin e lumit Vardar që të mos përsëritet e njëjta gjë. Disave ka hina për shpaja, ka bëu dom, si e shajfni vetën e ju nuk ndalet kjo ujti, që 3-4 herë që të dalë si mjetë. Duhet institucionet të marrën masa, pastrohet lumi Vardar, për shembull mos raje këshau se këtëve ka hinë sonve na për shpaja ujti, ka bëu dom, që si shef sto shpaja sot i që këtëve ka hinë ujti, ata në ti që nuk on rregull kjo punë. Ka disa njerëz që nuk e lënë pastrohet Vardari. Po nuk është në rregull kjo punë, marrë masa shteti që të vajnë bagjerat në pranverë, ta pastrojnë lumin Vardar, e ne më kina problem, vëlla, se nuk është në rregull kjo punë. Mot për mot jo të ndohet ky problem kësha. Vajnë bojnë premtime ku së më pastrojnë, a nuk ka as pastrim as kurrë. Si e shajfni vet, Vardari do të pastrohet penalta që përthej korita, ka të dhe jonë do të pastrohet. Drejtori i ndërmarrjes publike komunale në komunë të Zhelinës, Suat Alili, thotë se pastrimi i lumit është kompetencë e Ministrisë së Ekologjisë dhe Drejtorisë së Ujrave dhe i njëjti bën apel që institucionet qendrore të marrin masa. Kjo nuk është në kompetencë të komunës, mirë po ne kena qenë afër qytetarëve dhe kena qenë pranë qytetarëve me ato mundësi që i kemi ne. Kjo bie në kompetencat të Ministrisë së Ekologjisë dhe Drejtorisë së Ujrave. Institucionet tjera që kanë kompetencë me menaxhimin e ujrave, që është ndoshta edhe ELEM që ka hidrocentralet e veta, nuk e di prej nga vjen këto problemet, mirë po masa duhet të merren jo vetëm nga komuna, por edhe nga institucionet më të larta, për shkak se kompetencat nuk bien vetëm mbi komunën, por lumin Vardar. Tokat nuk diskutohet, shumë kanë dëmet të mëdha kjo pjesa këtu. Me kalimin e kohës deri në muajin korrik mendojmë se do duhet të rregullohet kjo çështje, për shkak se është një problematik disa vjeçare. Prej vitit 2010 kur ka shira dhe lumi rrit nivelin e vet, ne kemi dëme këtu në këtë pjesë. Pjesa e kësaj lagjes këtu me mbi afër 50 shtëpi janë 2 ditë parim elektrike shkaku i ujit. Komandanti i zjarfikësve Avni Ahmeti thotë se në fshatin Strimnic situata ka qenë aq alarmante saqë është dashur intervenimi i tyre për të evakuuar një familje nga shtëpitë. Zjarfikësit e Tetovës evakuan një familje e cila ishte ngujuar, apo ka 18 shtëpi të cilët janë të palëvizshme brenda fshatit Strimnic, për arsye se është devijuar edhe lumi Vardar, i cili ka dalur mes shtëpive. Përndryshe në rajonin e Tetovës dëme të mëdha nga përmbytjet pati edhe në zonën e Treboshit, ku dëmtua rruga dhe tokat bujqësore, në fshatin Shëmshov, gjepçisht si dhe rreshqitje dheu në disa pjesë të vendit.